Po, në Komisionin Komunal Zgjedhor të Tetovës është gjithmonë dhe në vazhdimsi në komunikim me gjithë 117 kryetarët të vendvotimeve që janë në kompetencë të Komisionit Komunal të Tetovës. I gjithë procesi zgjedhor deri në këta momente që po flasim zhvillohet në mënyrën më të mirë të mundshme, nuk kemi asnjë pengesë apo ndonjë problematik në asnjërin nga 117 vendvotimeve. Sa i përket daljes së zgjedhësve deri në ora 11, ashtu siç kemi mbledhur të dhënat nga kryetarët e 117 vendvotimeve, kanë votuar 5912 votues, që në përqindje i bie 6,37%. Besojmë që ky fluks i votuesve në orët në vazhdim të rritet dhe gjithë qytetarët e Tetovës të mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre që e kanë të garantuar dhe me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë Veriut. Ka pasur qytetarë që nuk e kanë gjetur vetën në listën e votuesve. Po, deri tani kemi pasur 3 kundërshtesa të lëshuara nga qytetarët të Tetovës, cilët nuk kanë mundur të gjejnë veten në ekstraktën e listës zgjedhore, shkaku që qytetarët kanë nxjerrur dokumentin e identifikimit, qoftë letrën e njoftimit apo pasaportën, pas datës së mbylljes së listës zgjedhore dhe të njëjtit normalisht nuk kanë qenë në listën zgjedhore, mirëpo pas lëshimit të kundërshtesës, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor verifikon atë kundërshtesë dhe më pas Komisioni i Zgjedhjeve sjell vendim që ajo kundërshtesë pranohet apo refuzohet dhe në momentin e pranimit të asaj kundërshtese, qytetari nga ana e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve merr akt vendim dhe me atë akt vendim qytetari paraqitet përpara Këshillit Zgjedhor dhe normalisht mund ta realizojë të drejtën e tij të votës pa asnjë lloj pengese. Si dalja në krahasim me vitin e kaluar? Sa i përket dhënave të vitit 2021, konkretisht nuk i kam analizuar dhe nuk i kam parë, mirëpo zakonisht dhe përafërsisht dalja në qytetin e Tetovës është e njëjtë, mund të ketë një fluks më të ulët apo më të lartë në një periudhë të caktuar kohore apo në një orë të caktuar, mirëpo në përgjithësi si proces zgjedhor, zakonisht vite radhazi në qytetin e Tetovës, thuajse numri dhe përqindja e dalësve në zgjedhje është e njëjtë.